Ka thënë Allahu Azza wa Jall, në qoftë se robi vjen ditën e gjykimit me gjinahe deri në qiell, në mush, një gjinahe, deri në qiell, edhe më kërkon mu me ja fal gjinahet, njët vetë me lutë Allahun Azza wa Jall, ja fali robit tam, e nuk mërzitëm për kërqa, s'lodha për kërqa. Pastaj ka thënë Allahu Azza wa Jall, në qoftë se robi jam vjen me gjinahe sa toka, edhe më kërkon mua njët vetëmit, me ja falë gjinahet e tina, lutët me ja falë gjinahet, ko me arë me kaq maghfirat, me kaq faljet madhe sa gjinahet e tina, sa toka. Thëtë Allahu Azza wa Jall, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O Muhammed, thuje robët mi, të cilët e kanë ngarku, e kanë tepruar vetën e tyne me gjinahe, la taqnatu min rahmatillah, mos e hupni shpresën te rahmeti Allahu Azza wa Jall, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah e fal këtë gjinahet. Thot Allahu Azza wa Jall, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nuk ta fal në qoftë se i ban shak Allahu Azza wa Jall, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por veç kësajna, përveç shirkut, që ti mi ba ortak Allahu Azza wa Jall, dikan tjetër të barabart me Allahun Azza wa Jall, këta nuk e fal Allahu Azza wa Jall, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Përveç kësajna, ja falë kujna dan. Këshilla janë për fund është rruju vetëm pej qisajna. Mos i shoqëra Allahu Azza wa Jall kërkan. Edhe dyta që të këshillaj si vlla, e dashte se dashte fen, më shqilikojnë, mos i shaj gjanat e fes me këta rruju. Edhe lutë Allahun Azza wa Jall me t'i falë gjinahat, edhe dije që Allahu Azza wa Jall është shumë falës.